Mbrëm në mesnatë rreth orës 1:25 minuta në rrugën lokale Sedllarev Merov, në afërsi të udhëkryqit për në Llakavic, veturë tipit BMW me targa të Shkupit, që e ka drejtuar 32 vjeçari me iniciale BK nga Shkupi, ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga, është rokollisur dhe ka përfunduar në një grop të thellë 20 metra, në një teren të papërshtatshëm dhe me qasje të vështirë për intervenim. Me këtë rast, vozitësi ka marrë lëndime të rënda dhe ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa bashkëudhëtari 40 vjeçar ka marrë lëndime trupore dhe pas marrjes së ndihmës së parë në Spitalin Klinik të Tetovës, është lëshuar për mjekim shtëpiak. Me urdhër të gjykatësit hetues, hetim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë, ndërsa trupi i pajetë është dërguar për obduksion. Punohet për zbardhjen e plotë të rastit. Ndryshe, gjatë 9 muajve të kaluar të këtij viti janë regjistruar 809 aksidente trafiku në rajonin e Pollogut, gjithsesi 606 në Tetovë dhe 203 në Gostivar. Në bazë të këtyre statistikave, këtë vit janë regjistruar 46 aksidente, më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këto aksidente jetën e kanë humbur 19 persona, në Tetovë 9 dhe në Gostivar 10, gjithsej 12 viktima më shumë se në vitin e kaluar. Duke përfshirë viktimën e mbrëmshme në aksident, gjithsej numri i viktimave në Pollog ka arritur në 20.